Kanë kaluar 3-4 ditë që kur doli lajmi se Zambaku hakeroi Spakun dhe që kur mallisti me portal nxjerr si diarre pjesë të një dokumenti të Olzdados dhe Altin Dumanit që e quan përgjimet. Dolën përgjimet, bombat, përgjimi dita kaq, ora aq, ai tha asaj ti thot atij, thuaj fort, pressing, ta pastroj ose ai tha asaj që ulsiu është qelpsir dhe do ta mbys me thonjë. Pra të gjitha përgjimet janë në vetën e tretë. Asnjë përgjim për Bashkimin Evropian, asnjë përgjim real, transkriptuar origjinal, një karagjollëk që do e shpjegoj pak më poshtë. Më vjen të plas që nuk kam emrin aty, që mallisti s'më gjeti dot as me emër apo iniciale, do doja të isha emri më i lakuar në përgjime. Unë kam qenë jam dhe do të jem një nga mbështetësit real të Spakut. Kam shuar në Spak edhe kallëzime, të cilat janë kthyer në çështje penale. Mediat e lakuara në përgjime, Top Channel, Report TV, Gazeta Tema, Gazeta Dita janë aleatët e vërtetë të Spakut. Merobazo dhe Carlo Bolino janë ndoshta mbështetësit më e pikë të Spakut dhe reformës në drejtësi në Shqipëri. Megjithatë, disa lajme anti-Spak për çështjen Velia i kam shkruar vetëm me emër e mbiemër pa marrë ndonjë telefonat nga burgu i Durrësit. Pa reklama, leje, licenca apo tender. Pse duhet konsideruar anomali apo sëmundje për të mbajtur qëndrime që nuk reflektojnë interesa materiale? U denigrua prokurori, thon fuksat e mediave, thot mallisti, thot tarallakja që nuk i pëlqen as emri i vet e jo më gruaja e Veliajt. Thot sorra e kronikës së Zezë kështu me radhë, disa të tjera që u erdhi ditat i vendosin me shpatulla pas murit moral gazetarët dhe mediat e rënda televizive. Madje njëra ka marrë para nga bashkia dhe qeveria me 3 kompani dhe që u bë gazetare pasi doli në vitin 2014 nga zyra e një ministri, arriti parmbrëm tek një emision të na kërkoi dorëheqjen nga gazetaria. Po pse u denigrua prokurori? I hyn te notat në familje etj, thon fuksat dhe fukset, se për tjetrin Dumanin thonë që nuk e përmendin se kanë frikë. Asnjë lajm ose fakt për Olzdado nuk ka pasur për gënjeshtrim nga askush. Si u denigrua atëherë, duke i thënë urdhro Sivin, urdhro shkollimin me 4 muaj pauzë filozofike në Athinë, urdhro emërimin e paligjshëm prokuror, urdhro ligjin, urdhro emërimin e paligjshëm në KLP, urdhro mbledhjen e KLP-s, urdhro lejen dhe pallatin në mes të Tiranës, urdhro ytbir me Range Rover të kuq si bir politikani që e di gjithë Durrësi në një kohë kur fëmijët durrsak s'kan buk të hanë dhe i hipin gomoneve për Angli. Urdhro prokurore mbjonde me emër mbi emër protektoren e karrierës tënde, urdhro si flet në sallë gjyqit sikur janë me i hanë dhe pa respekt. A nuk meritojnë pak respekt ata që do t'i fusësh në burg? A ka ndonjë gënjeshtër në dokumentet publike zyrtare o fuksa? Nuk publikova shumë fakte mbi moralin para dhe pas martesës, ngacmimet e magjistrateve, as vendimin e divorcit. Qelfliu Dado ka një tjetër shoqe edhe te Akshi, më shkruante një burim me emër e mbi emër. Nuk e publikova mesazhin e gjatë, vetëm nëse do vërtetoja se kjo grua e martuar mbahet në punë me ndikim të paligjshëm edhe me presion nga ky prokuror i Spakut. Po a duhet ketë moral të pastër një prokuror i Spakut apo s'ka problem se njerëz janë edhe ata që e flinë si të gjithë burrat? Nga Altin Dumani pas kemi frikë, pse ç'do na bëj Dumani, do na arrestoj për krim të organizuar mediatik? Altin Dumani i verifikuar me shkollim normal, karrierë normale si OPG me pasuri të ligjshme, më pas si prokurori pa dëgjuar për dashuri çka nga kolegët e tij. Ç'ti shpikim dashnore me zor, ti shpikim pallate e hotele kur nuk i ka. Një lloj vetme e karrierës së tij është Olzdado, propozimi dhe emrimi në KLP, më pas shoqërimi i Dados në dosjen Velia, i leta mbahet i bëj mirë. Megjithse më i matur në sallën e gjyqit se sa i shkrehur i Dado, përsëri nuk e frenoi dot emocionin ndaj kryebashkiakut kur ju dëgjua zërin audion e papastruar gënjeshtar patologjik. Për Altin Dumanin ka folur Sali Berisha sa është ngopur kur asnjë nga fuksat e medias së lirë nuk u habit si i hyrin në shtëpinë fotografit gruas. Pse s'folët fuksa Berisha e ka denigruar Altin Dumanin sa është kënaqur pasi ja nxori shtëpit, gruan, kushëririn e gruas, e akuzoi pa fre një vit nga balkoni apo i falet Berishës. Më 13 dhjetor 2024 Berisha publikoi një video të animuar për Dumanin si Tomi dhe Xherri, duke e përshkruar si një qen të lidhur me litar për qafe nga Edi Rama. A ka më keq? A ka më turp se sa kaq? Ishte dita kur filloi hetimi intensiv ndaj Erion Veliajt, data kur u thirr dëshmitarja e parë kundër Veliajt. Koincidencë? Berisha e quajti Dumanin qen dhe askush nuk foli. Berisha e quajti Dumanin Altin Lala, kreun e një organizate kriminale e lloj-lloj epitetesh. Askush nuk më merakos nga fuksat e medias. Berisha shkoi dhe zgaraviti letrën e hetuesit BK-s në mes të Spakut dhe nuk e pati problem as ai as fuksat e tij mediatik. Berisha dele plet me mikrofon poshtë zyrës së Dumanit dhe gjithashtu politik. Por le të kthehemi te përgjimet. Mallisti me portal sapo mori një mesazh në WhatsApp nga Zambak Gjoni, kur ky i dërgoi 3 dosje hetimi në vend që të takonte burimin, të bënte verifikime, të publikonte skupin e madh, mori në telefon Spakun. Alo, jam Vesho Mallisti. Fuksi në gjakën profesion u bë merak për dosjet e rrjedhura, dorëzoi numrin e telefonit të Zambakut. Ky u arrestua menjëherë dhe ky operacion u mbajt larg syve të medias për një muaj. Shpërblimi i Fuksit nuk ishte 80 lekë si dikur në kohë të Xhaxhit. Fuksi u shpërblye me ankimin që Dado me Dumanin kishin paraqitur në apel të gjykatës posaçme te gjyqtari Engert Pëllumbi për të frenuar ndryshimin e masës së sigurisë për Erion Veliaj. Ky ankim varet në hunjt mediatik Berishis sikur janë përgjime. Nuk janë përgjime, jo për interpretimet e prokurorëve mbi transkriptet e përgjimeve. Ai thati thot asaj thuaj atij atyre
redaktorit e tjerë. Jo, përgjime quan transkripte reale mbitosi, ato që nxorën kur deshën për gazetarët Artan Hoxha dhe Qyno nga Encrochat. Pra, përgjime transkripti, jo komente përgjimesh. Altin Dumani dhe Olzdado kanë lodhur sekretarët t'i kthejnë përgjimet reale të transkriptuara në vetën e tretë, duke i nënvizuar me bold dhe duke i dhënë veshjen e duhur me komentet që u interesojnë për të bindur gjyqtarin Pëllumbi. Si nuk janë lodhur me aq nënvizime, shihni me kujdes, kjo është e vërteta. Përgjimi transkriptimi origjinal nga përgjimi në vetvete, mënyra e të folurit me fjalë, fjalia, pauza, pastir, masharja e tjerë, në një bisedë familjare merr konotacion të ndryshëm nga një dëgjues në tjetrin. Mbytja me thonjë, porosit për goditje mediatike e tjerë nuk ka nevojë të na komentohen nga Dado, ato i bëjmë vet, po ti dëgjojmë apo lexojmë origjinal. Për shembull, në një përgjim del që Ajola Xoxa ka folur në telefon me ambasadën amerikane. Nga pasazhi i marrë nga përgjimi origjinal duket sikur është përgjuar edhe telefonata e ambasadës me Ajolën, pra vetë numri i ambasadës amerikane. Nëse ka ndodhur kjo, që sipas pasazhit duket qartë që ka ndodhur, ky do të përbënte një super skandal diplomatik. Olzdado me Altin Dumanin ka përgjuar ambasadën amerikane. A lejohet përgjohet ambasada? Telefonatat e saj me këdo që ajo komunikon? Për shembull, kur u thirrën deputet në 2016 për të votuar reformën në drejtësi, a mund të përgjohej telefonata e ambasadës si në këtë rast? Këtë përgjigje do na jap vetë ambasada pasi t'ia kërkoj fillimisht mallistit ose violinistit përgjimet. Pastaj të pyes Spakun, a na keni përgjuar kur folëm me Ajola Xoxën? Kjo çështja e përgjimeve nga burgu i Veliajt u hodh si shash kthymuese për të fshehur historinë e Zambakut. Kush i nxori dosjet e Spakut nga brenda në Spak? Kjo është pyetja që duhet mbytet me mall dhe përgjime kallp. Në fund një pyetje publike për prokurorët që komentuan dhe nënvizuan përgjimet. Pyetja vlen edhe për gjyqtarin Engert Pëllumbi. Kush ja dha ankimin veshomallistit atë dokument që ai e paraqet si përgjimet? Me sa e pyeta me telefonin e burgut Erion Veliajn, ai më tha që nuk ja ka dhënë ai apo avokatët e tij, s'ka se si. Erioni s'më dha asnjë porosi për t'i rënë Spakut, por po i bie vetëm që ai po flej gjumë. Si do nënvizohej me boll nga përgjimet e reja kjo telefonata ime me burgun e Durrësit? Ai mori Veliajn, por ky nuk foli, vetëm heshti, me heshtje unë kuptua vazhdo më fort. Titulli: Te hunjt mediatik berishist, bomba e radhës, Veliaj godet Spakun me heshtje.